Përshëndetje të dashur ndjekës që ju kam në Instagram, në YouTube dhe në Facebook. Më duhet t'ju them diçka shumë të rëndësishme, shumë të fuqishme dhe shumë të mrekullueshme. Duhet t'ju them se jam shumë mirënjohëse për të gjithë ju që më ndiqni, për të gjithë ju që komentoni, për të gjithë ju që pëlqeni videot e mia, edhe pse kohët e fundit nuk kam dalë shumë live, por më shumë kam përdorur inteligjencën artificiale, sepse ato e shoh si të ardhme së cilës nuk mund t'i ik askush kana. Dhe nga ajo që unë ndjek nga njerëzit nga të cilët unë mësoj, dhe nga informacionet që marr nga ata, është se inteligjenca artificiale është diçka që i ndihmon njeriut. E veçanërisht njeriu të aftë i cili e përdor për më shumë aftësi. Dhe e përdor për të bërë ose për të krijuar diçka të bukur, diçka të mirë dhe diçka që është në shërbim të njerëzimit për ta bërë botën një vend më të mirë për të jetuar. Tani, ne mund të flasim sa të duam për dukuritë negative të botës ku jetojmë, të njerëzve me të cilët bashkë punojmë ose bashkë jetojmë, por ju nuk më ndiqni mua sepse doni akoma më shumë lajme negative. Më ndiqni mua sepse doni të inspiroheni. Dhe inspirimi vjen nga zemra juaj. Inspirimi është kur ne bëjmë diçka nga dashuria dhe motivimi është kur bëjmë diçka nga frika. Tani, cilat gjëra ne i bëjmë vazhdimisht nga frika? Puna që bëjmë, ose puna që bëni, sepse punën që unë e bëj nga dashuria e madhe për të ndryshuar në aspektin pozitiv jetën e njerëzve. Edhe kjo punë më rrit mua çdo ditë, duke u rritur bashkë me gjithë anëtarët e Akademisë së Suksesit I Empower. Por gjithashtu, ndonjëherë e pyes veten ata gazetarë ose ata profesionistë të cilët vazhdimisht merren me lajme negative ose dukuritë negative të shoqërisë dhe i ftoj që na ndjekin, të na bëjnë ndonjë pyetje ose diçka se çfarë ndodh kur njeriu e ndryshon perceptimin për jetën dhe fokusohet tek gjërat e mira që do t'i krijojë. Pra gazetarët me të vërtetë duke e ushqyer mendjen e tyre vazhdimisht me lajme dhe situata shumë negative që ndodhin në këtë botë ku ne jetojmë, është mëse shumë normale që ajo të jetë diçka e cila herët ta bën dhe të jetë pjesë e mendësisë së tyre edhe jetës së tyre. Sepse me çfarë ne ushqejmë mendjen në mënyrë të vazhdueshme, atë realitet e krijojmë në mënyrë të vazhdueshme. Por e mira këtu është se nëse ti vendos, mund të ndryshosh këtë mendësi të vazhdueshme negative dhe të fillosh që të ushqesh mendësinë e vazhdueshme pozitive. Këtë vazhdimisht e kam thënë se kam bërë prandaj me mira trajnime që janë pjesë e I Empower dhe kur them mira trajnime nuk jam duke u thënë që menjëherë të gjithë
t'i merrni dhe t'i dëgjoni, por janë të ndara me nivele, nga niveli 1 deri në nivelin 6 dhe çdo nivel të dërgon në një nivel më të bukur, më të lartë energjetik dhe më të vetëdijshëm për manifestimin e realitetit që doni ta krijoni. Por si fillim, pra të gjithë ata që nuk janë të njohur me punën time, me atë që unë bëj, është se ne kemi masterclass. Masterclass është një grup i veçantë i njerëzve të cilët janë bashkuar në një trajnim në grup dhe aty kemi 2 herë në muaj trajnime live në Zoom dhe kemi thuajse çdo ditë trajnime të ndryshme të cilët i ndajmë me grupën tonë. Gjithashtu kemi edhe kërkesa për lutje, ku ne së bashku lutemi për ndonjë situatë të vështirë në të cilën mund të ndodhet një nga antarët e Akademisë SO. Dhe kështu janë krijuar mrekullisë, se është e matshme, se fuqia e mendjes është jashtëzakonisht e madhe, por shumë e fuqishme bëhet kur kjo mendje bashkohet me mendje tjera. Dhe kjo quhet tek ligji i suksesit master mendje, mendje mjeshtrore. Sepse nuk është njëjtë të punoj si punon një bateri, edhe si punojnë 2 bateri kur bashkohen me njëra tjetrën, mos të flasim për më shumë bateri. Sepse me të vërtet ajo fuqi shumë fishohet me mijëra herë, në qoftë se më shumë njerëz dhe më shumë përvoja, sepse secili ka vitet e përvojës në këtë jetë dhe të gjithë antarët e I Empower janë njerëz shumë special, janë njerëz shumë veçantë, janë njerëz që kanë sukses, janë njerëz që janë rrugës drejt suksesit, janë njerëz që vazhdimisht duan të ndihmojnë të tjerët, edhe gjithë jetën e tyre këtë gjë e kanë bërë. Dhe tani kur themi ne të ndihmojmë të tjerët në një botë ku secili don ta mbys tjetrin, është absurde dhe nuk është e besueshme për një mendje të zakonshme, negative, e cila në mënyrë të vazhdueshme ushqehet me negativitet. Dhe nga ky negativitet nuk përfitoni asgjë të mirë. Edhe nëse do merrni një vendim tjetër për ta ndryshuar jetën tuaj, veç se do ta bënit këtë eksperiencë në tokë, një parajsën tuaj, siç e kam bërë unë parajsën time, nuk them se jeta nuk ka sfida, sepse nëse krahasohen sfidat e mia me tuajat, janë shumë herë më të mëdha. Por po unë zgjedh që këto sfida t'i marr si mësime, edhe të mësoj se si akoma më shumë të ndryshoj gjërat të cilat janë pjesë përbërëse e energjisë sime. Edhe asgjë nuk ndodh kundër nesh, çdo gjë ndodh për ne, dhe nëse i mirëpresim të gjithë këto, nuk i rezistojmë, nuk mundohemi që me çdo kusht i zgjidhim, sepse ka gjëra që nuk zgjidhen aty për aty, ka gjëra të cilave ju duhet më shumë kohë, derisa të zgjidhen ose derisa të manifestohen. Dhe po më e rëndësishme është se si ti vendos ta jetosh jetën sot. Në çfarë forme ti vendos që sot ti orientosh mendimet tua. Do të fillosh të mendosh negativisht për njerëzit tjerë, se sa negativ janë, se sa ju kanë ofenduar, se sa ju kanë kritikuar, se sa ju kanë ulur, apo do fillosh të shohësh veten në një aspekt tjetër, se sa e mirë je, se sa shumë njerëz ke ndihmuar, se sa jetra
ke ndryshuar për shkak të prezencës tënde, dritës tënde, mirësisë tënde, inteligjencës tënde, mençurisë tënde. Nëse fokusohesh në këtë, atëherë do të jesh mirë, por nëse fokusohesh pse më bëri këtë, edhe pse më tha fjalë negative, atëherë ato fjalët negative të tyre, ti do t'i zgjedhësh që t'i bësh pjesë tënde. Edhe pse ta bësh këtë? Pse e bën këtë pra? A mund të më përgjigjesh pse e bën një gjë të tillë? Pra nuk ke nevojë të bësh një diçka të tillë, nuk ke nevojë që ti marrësh mendimet e të tjerëve edhe të jetosh sipas atyre mendimeve. Po mund t'i krijosh mendimet tua dhe të jetosh sipas mendimeve tua. Ato mendime le të jenë pozitive. Dhe kjo ndoshta është shumë lehtë për të thënë, por është shumë e vështirë për t'u bërë. Prandaj ka sistem mësimi i cili quhet I Empower. Pra çdo njeri i cili ndon të përfundojë një profesion, ose një karrierë, ose një shkollim, ai nëse do të bëhet mjek, do të shkojë të studiojë mjekësinë për shumë vite me radhë, të investojë shumë para dhe kohë, dhe më në fund të bëj praktikën, që të mësohet si të punoj me pacientët, sepse pa praktikë nuk mund të përfundon shkollimin, edhe më në fund bëhet një mjek specialist tek i cili njerëzit fillojnë dhe besojnë. Edhe nëse nuk besojnë, Mandela e bartë e bën që ti besosh çdo sugjerimit të tij, nga se ashtu jemi të programuar në këtë jetë. Që ti besojmë specialistit, shkojmë tek mjeku, i tregojmë, ai na bën pyetje, i dëgjon përgjigjet tona, i dëgjon ankesat tona, shkruan diçka tek kompjuteri i tij, të bën akoma pyetje që ta sheh se çfarë të sugjeroj, edhe nëse duhet të bësh operacion, ai të sugjeron që ta bësh një gjë të tillë, dhe ti pastaj shkon në shtëpi, e vendose që nga i momenti kur ta një specialist ta se ti duhet të marrësh këtë vendim jetën tënde të bësh një operacion, edhe sepse nuk ke zgjedhje tjetër, ti vendos edhe zgjedh një specialist i cili do bëj operacion zemrën tënde, veshkën tënde, syrin tënd, ose krahun tënd, këmbën tënde, cila do të jetë ajo pjesë me cilën ke pat problem, po ti gjithmonë duash që në trupin tënd dhe jetën tënde t'ia dorëzosh një personi i cili ka një reputacion si një specialist i cili ka kryer shumë operacione të suksesshme në karrierën e tij dhe njihet si një nga njerëzit ose doktorët më të mirë të vendit ku ti jeton. E prandaj unë do të sugjeroja që nëse është vendimi për të bërë operacion, do e gjeje këtë specialist, do shkojë tek ai. Nëse edhe ai ta jep diagnozën e njëjtë, atëherë ti do vendosësh dhe do shkosh të bësh operacion. Pas operimit, sigurisht duhet një kohë e caktuar me të cilën ti duhet të shërohesh, do t'jap dhe do të shkruaj disa ilaçe, ti do shkosh, do t'i blesh, do t'i paguash, dhe nuk bën asnjë pyetje edhe asnjë kundërshtim pse duhet të paguash, sepse ke paguar një specialist i cili ka shëruar jetën tënde. Edhe në këtë drejtim, pra, duhet secila gjë të shikohet në këtë drejtim. Duhet gjetur specialisti i asaj pune. Një person i cili ka kryer shumë shkollim për një diçka të caktuar, qoftë ai kontabilist, qoftë ai dentist, qoftë ai avokat, ose trajner, ose guru, ose trajner motivues, pra duhet të shikohen këto gjëra, sepse nëse ti
e ke shumë vështirë trupin tënd t'ia dorëzosh një personi fillestar ose që nuk ka asnjë diplomë, sa i përket shërimit tënd, e ke shumë vështirë dhe nuk e bën këtë. Mirë po, kur vjen puna te mendësia yte, kur vjen puna te ndjenjat tua, kur vjen puna ke energjia yte, ose kur vjen puna ke suksesi yt, atëherë ndëgjon këshilla në TikTok, dëgjon këshilla në Instagram, nga lloj-lloj njeriu. Dhe asnjëra nuk e aplikon. Pse? Sepse nuk je fokusuar në diçka. Prandaj, për shembull, shumica e njerëzve e kanë sfidues ta lexojnë një libër nga fillimi deri në fund. Nga se nuk e kanë mendjen aty. Nuk duan të kuptojnë thelbin e atij libri. Pra, unë kur i lexoj librat, i lexoj nga shkronja e parë deri te shkronja e fundit, nga se është dashur të përkthej shumë libra dhe në shkronjat e para, për shembull, të librit, unë kam gjetur mësimin kryesor të atij libri, ka pat raste edhe të tilla, edhe në shkronjat e fundit të librit. Mirë po, edhe gjatë librit ka pat shumë momente aha dhe atëherë dish sepse për shembull Napoleon Hill e ka shkruar këtë libër edhe çfarë mesazhi ka dashur të më jap. Ose kur ta marrim një trajnim, nëse e dëgjojmë në sipërfaqe dhe nuk jemi të hapur për të thelluar në mësim dhe ndryshim, dhe shikojmë vetëm cilat mund të jenë gjërat negative, atëherë asgjë s'do të mësojmë, asgjë s'do ndryshojnë jetën tonë, sepse e bëjmë çdo gjë, hajt ta hudhi te muri edhe ta shoh a do ngjitet. Ta hudhi te muri këtë top edhe ta shoh, ta provoj a do ngjitet. Nuk do ngjitet asnjëherë. Një diçka të cilën don vetëm ta provosh. Sepse ose do mundohesh. Gjërat ose i bën ose nuk i bën. Ose je shtatzan, ose nuk je shtatzan. Nuk ka diçka në mes, jam s'jam shtatzan. Do të thonë, ose je, ose nuk je. Ose e bën, ose nuk e bën. Pra këto janë dy gjëra të cilat do t'i dallosh, edhe shumica e njerëzve qëndrojnë mes këtyre dy gjërave. Do të thonë, nuk vendosin, as nuk e bëjnë, as thuan, ok, unë nuk e bëj, edhe unë do rri negativ gjithë jetën, do ndëgjoj lajme negative, do ushqej veten me seriale negative, do rri me njerëz negativ, do bëjmë llafe grash, do bëjmë thashë theme, si edhe burrat bëjnë thashë theme, do bëjmë thashë theme, edhe, okay, e zgjedh atë rrugë, edhe arri aty. Do të rri aty, edhe je okay, nuk e lëkundje, nuk e lëkundje, sot ndihem mirë, nesër do ndihem keq, po gjithmonë ndihesh keq edhe u kry puna jote. Mirë, po nëse vendos që ti thuash po ndryshimit edhe futesh në drejtim të zhvillimit personal, atëherë do përballesh me këtë anën negative që ke krijuar gjithë jetën, edhe do kesh më sfiduese rritjen. Mirë, por nëse je një nxënës që vazhdimisht don të mësoj, edhe të ndryshoj, do kesh shumë të lehtë. Dhe do jesh çdo ditë i lumtur për çdo gjë që mësove. Do marrësh shënime, do bësh audio, do bësh video, do fillosh të motivosh të tjerët. Sigurisht, ata që do duan të dëgjojnë ty. Kështu që mesazhin që e kisha shumë të rëndësishëm ta ndaj sot me ju është se duhet njeriu të vendos, sepse suksesi është një vendim për më tej. Për këtë kemi trajnim special në Empower, të cilët antarët e Empower duhet ta dëgjojnë pothuajse çdo ditë për 40 ditë, si dhe kemi trajnimin më fort se kur, në trajnimin 10, e kemi më të zgjeruar këtë pjesën e vendimit dhe si të marrësh vendim, sepse çdo sukses është një vendim që e lë pas, një vendim që e çon
për një të ardhme, sepse asnjëherë nuk je gati, dhe nëse nuk e bën, asnjëherë s'do të jesh gati, dhe nëse nuk fillon, asnjëherë s'do të bësh specialist, pra duhet të fillosh nga dikun që të arrish në nivelin e mjeshtrisë. Për të arritur në nivelin e mjeshtrisë, për çdo profesion që të bëheni mjeshtër, duhet 10.000 orë punë në periudhën e një periudhë të caktuar të jetës suaj, duhet 10.000 orë që të bëheni mjeshtër i një profesioni i cili do qoftë ai profesion tek i cili ju jeni. Por sigurisht ti nuk mund të bësh mjeshtër i një profesioni nëse çdo ditë e bën të njëjtën gjë. Pra nëse ti do të bësh mjeshtër i një profesioni, ti çdo ditë duhet të mësosh diçka të re për profesionin tënd. Nuk mund ti ta përsëritish të njëjtën gjë vazhdimisht që e bën gabim, edhe ta quajsh veten mjeshtër se ke bërë 10.000 orë të njëjtën gjë. Po mjeshtër bëhesh duke mësuar gjithmonë diçka të re sa i përket një gjëje tek e cila ti je fokusuar në profesionin tënd. Për shembull, unë kam më shumë se 80.000 orë studime vetëm për anën mendore, të mendimeve, të energjive, të zhvillimit personal, ndryshimit të jetës, cilat janë ato pikat të cilat nuk e lejojnë njeriu të arrijë sukses. Sa po flasur me dikën me njerë shoh dhe e di se çfarë ka, çfarë energjish e mbajmë poshtë. Ndonjëherë mund t'ua them, ndonjëherë nuk mund t'ju a them, sepse është egoja shumë e madhe që mbisundon atë njeri. Dhe kështu pra, duhet vendosni dhe të merrni vendim se si do vazhdoni me jetën tuaj. Unë e di se më ndiqni për shumë vite, edhe ju kam ndihmuar në jetën tuaj. Bile ka njerëz që nuk më thonë se më ndjekin, mirë po flasin me mua ato gjëra që unë i kam folur në për rrjetet sociale. Sepse kur një diçka e dëgjon, le të themi nga unë ose dikush tjetër, ajo pastaj bëhet pjesë e jotja. Nëse është pozitive, shumë bukur, por edhe nëse është negative, bëhet pjesë e jotja. Pra kujdes, kujt ja jepni energjinë tuaj, kujdes me çfarë ushqeni mendjen tuaj, kujdes me çfarë ushqeni energjinë tuaj. Kujdesuni për këto, jeni më vigjilent, jeni më kritik nëse duhet që energjinë ta jepni tek njerëzit negativ. Nëse duhet të dëgjoni lajme negative, jeni më kritik ndaj vetes se mos e lejoni t'i bëj këto gjëra. Mundoheni ta gjeni një rrugë tek e cila ju do të përshtateni. Nëse përshtateni me energjinë time, unë ju ftoj të bëheni pjesë e masterclass dhe ta shihni se çfarë ne i mësojmë antarët atje, sepse janë krejtësisht diçka tjetër nga ajo që flasim në publik. Prandaj unë gjithmonë kam bler trajnime nga njerëzit të cilët i kam ndjekur, i kam dashur dhe kam ditur se trajnimet e tyre kanë diçka të jashtëzakonshme, kanë diçka e cila nuk thuhet në video të falës, sepse asgjë falas nuk është e vlefshme. Gjithmonë është diçka të jepet si kombim për të marrë, duhet t'japësh, dhe sa më shumë japësh, aq më shumë të mirat të kthehen. Unë ju përqafoj, ju dua shumë, ju uroj shumë bekime, ju uroj shumë dashuri, uroj të merrni nga drita e Zotit, vazhdimisht fokusoheni ke kjo dritë, çka është kjo dritë, dhe ta shikoni jetën me sytë e Zotit. Ju dua. Natën.